Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Fluturo për jetën. Në këtë intervistë do të dëgjoni rrëfimin e Selverit, një baba i përkushtuar, farmacist me profesion, por edhe prindër i 3 fëmijëve. Njëri prej tyre djali i tij me sindromën Down. Selveri na flet jo vetëm për sfidat dhe përjetimet personale, por edhe për rrugtimin e tij dhe rolin e qendrës Fluturo për jetën në zhvillimin e djalit të tij. Një rrëfim mbi dashurinë, pranimin, por edhe forcën familjare. Selver, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Selver, më tregoni pak se si ishte momenti kur mësuat për diagnozën e djalit dhe çfarë ndjet në atë moment si prindër? Ishte një moment shumë i vështirë. Aty u takuan emocionet e dashurisë, lumturisë, por ishin edhe emocionet e dhimbjes shpirtërore. Diagnozën e djalit e morëm vesh pas dy ditë mbas lindjes së djalit. Ishim te mjeku që të marrim procedurat e lëshimit nga spitali të Adit, mirë po papritur, morëm vesh diagnozën e djalit dhe kjo ishte një shok shumë i rëndë për neve si familje. Si ka qenë rrugtimi juaj familjar deri më sot me diagnozën e djalit? Pasi që Ardi ishte fëmija i parë i Joni, po ashtu ishte edhe fëmija i parë me nevojat veçanta në familjen tonë, e kishim rrugtimi ishte shumë i rëndë, pasi kishim shumë pak informacione për këtë dhe kishim nevojë për shumë këshilla të na jepni se si duhet të veprojmë dhe të miremi me Ardin. Ishim të detyruar të marrim këshilla nga pedagog, nga defektolog, nga sociolog, po ashtu edhe nga psikolog. Neve si prind, po ashtu edhe familja, e kishim shumë të vështirë dhe ja arritëm qëllimin. Si kanë përjetuar dhe si e përjetojnë dy vajzat tuaj marrëdhënien me vllajën e tyre? Përveç Ardit, Zoti më fali edhe 2 vajza, të cilat i kam si yll drite. Ata në fillim e kishim shumë të vështirë të duhet të tregojmë këtë. Dhe kërkom ndihmën e psikologët të na përgatit neve se si duhet të ulim edhe të bisedojmë me vajzat tonë, se ishte një moment shumë i vështirë. Mirë po, për një kohë shumë të shkurt, ata filluan të na bëjnë pyetje rreth Ardit. Dhe vetë momenti dhe pyetjet që na bënin vajzat, ne e kuptuam se edhe ata e kanë kuptuar gjendjen e djalit. Është një moment shumë i vështirë, por falë Zotit e kuptuan edhe ata ashtu siç është. A i vinë ndihmë motrat? Shumë, nuk ndahen as pak. Çdo herë mundohen të ndihmojnë në shkollë për detyrat e shtëpisë, ja kontrollojnë a ka detyra, veshjen, çdo gjë janë pasardhë çdo herë. Si ka qenë roli i qendrës Fluturo për jetën në zhvillimin e djalit tuaj? Djali jonë ka qenë, më herët ka qenë edhe për disa qendra tjera, mirë po ne vërenim se suksese nuk kishte. Ne, nga aspekti jonë e shifshim se djali nuk kishte sukses as pak. Dhe mbised me një mikun tim, që çdo herë i kom marrë këshilla nga ai, nga përvoja që kishte, ai më sugjeroi qendrën Fluturo për jetën, dhe ne mbised me drejtoreshën e pranoi djalin dhe me njëherë, një kohë shumë të shkurt, filloi edhe përmirësimi i djalit. Ne Fluturo për jetën e kemi pas si shtëpi të ditë, për neve, për djalin pikës pari, por edhe si familje. I falenderojmë stafit përgjithësi, veçanërisht Fationës që e kemi dhe do ta kemi çdo herë krah të gjatë për ndihmën që na jep. Çfarë ndryshimesh keni vënë re gjatë terapisë së periudhës që ishte Ardi pjesë e kësaj qendre? Po pikës pari, përqendrimin e kishte shumë pak kishte përqendrim. Pika e parë ishte përqendrimi. Pastaj filloi edhe t'i pranoi edhe urdhrat. Se ishte problemi edhe te urdhrat. I pranoi edhe urdhrat. Filloi ngadalë filloi edhe t'i mësoj shkronjat, numrat, ngjyrnat, filloi të vizatoje. Ata kishte pikës pari, ishte përparimi i djalit që kanë bërë në qendrën Fluturo për jetën. Si është marrëdhënia juaj sot me djalin dhe çfarë mësimesh merrni nga ai çdo ditë? Marrëdhënia jonë, ne nuk ndahemi as pak. Kuptohemi shumë mirë njëri me tjetrin, nuk ja prishim njëri me tjetrit. Mësimet nga ai që marrin Ardi është shumë i përpikt në kohë, po ashtu edhe në veshmbathje. Ai çdo herë don të veshet firmato, bukur dhe të jenë të lamet, është shumë i përpikt në ata dhe mënyra ati se si veshet nga dalë ju mësua edhe unë të veshëm ashtu. Ju pas ka dhënë edhe juve një dorë. Patjetër. Çfarë është gjëja më e bukur që keni mësuar nga Ardi? Po gjëja më e bukur është se ai janë të vetmit fëmijë që të japin dashuri pa kushte. Ata nuk dinë
do t'jap një dashuri të marrë diçka. Ata pa kushte të dashurojnë shumë edhe e shprehin atë dashurin nga shpirti, edhe ata e ndjej unë shumë. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në përballjen e këtij rrugtimit dhe si keni kapërcyer ato? Rrugtimi përballja më e rëndë ka qenë shkollimi. E kisha se si da shkoj ardhin në shkollë, si da sillen nxënësit me ardhin, mos e bullizojnë, po e kisha më edhe një frikë që edhe ardhi mos ju pengojë fëmijëve tjerë. Edhe shkollimi në fillim ka qenë shumë i rëndë, pastaj edhe ngadalë u adaptua dhe kaloi mirë shumë. Si ndikon profesioni juaj si farmacist në përballjen me aspektin shëndetësor të djalit? Po unë në bazë profesionit unë pastaj fillova edhe më shumë të studioj në aspektin e fëmijëve me Down sindrom dhe me autizëm. Ardhi në fillim ka marrë një terapi 2 vjeçare. Me rekomandimin e mjekut endokrinolog, ato janë ndaloj dhe nuk preferoj terapi tjetër, speciale, përveç vitaminave D që përdor ardhi edhe vitamina për koncentrim. Ato i përdoren rregullisht dhe ka sukses. Si e ndjeni mbështetjen e sistemit arsimor dhe atë shëndetësor tek fëmijët me Down apo dhe problematikave të tjera? Se i përket sistemit shëndetësor jam i kënaqur. Këta fëmijë janë të larguar nga participimi shëndetësor në aspektin e mjekimit, edhe shumicën e medikamenteve janë të liruar nga participimi. Mirë po të sistemi arsimor, këtu me vërtet duhet shumë punë të bëhet me këto. Paramendo, vitin e kaluar kam filluar me asistent personal. Në njërën anë të detyrojnë ti që është në fëmijët në shkollë, në anën tjetër ata vetë nuk i plotësojnë kushtet për këta fëmijë. Dhe duhet të merret një punë serioze dhe të punohet bashkë mësues, prind, shkolla, asistenti, po edhe ministria, kese literaturë, nuk ka as pak literaturë për këta fëmijë. Si e shihni ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare tek personat me nevoja të veçanta apo pikërisht tek Down? Tek ne përdoret një shprehje prek në zemrën tënde. I lutem të gjithëve të pranojnë këta fëmijë ashtu siç janë. Familja, duke filluar nga familja, rrethi ku jeton, shkolla, institucionet, të gjithë të marrin përgjegjësinë që u takon në këtyre fëmijëve. Duke i afruar, duke i ledhatuar, duke u dhënë dashuri, mos i përbuzin, se në fundit të gjithë jemi të njëjtë. Ata kanë dysi, ne kemi dysi. Ata kanë tepër vetëm dashurinë. Ne nuk mund të japim dashuri ata që na japin. Për këtë arsye duhet të vëdësohet shumë popullata. Çfarë mendoni se mund të bëhet më mirë për të lehtësuar këtyre fëmijëve dhe prindërve të tyre? Po siç e thash, këtu duhet të merret gjithë shoqëria. Të merret me këto përveç asistentëve që duhet të kenë nëpër shkolla, duhet sa më shumë të ketë kontribut edhe psikologët nëpër shkolla, po edhe për familjen në përgjithësi, se jo vetëm fëmijët kanë nevojë për psikolog. Familja ka ende më shumë që të përgatiten familjet që të dinë mënyrën se si të veprojnë me ata fëmijë që sa më lehtë të kalojnë këtë rrugtim që ka. Po, në fakt siç e përmendet edhe pak më parë që ana psikologjike ka të bëjë shumë edhe tek fëmijët që i kemi në familje që janë edhe pa probleme, se si t'i qasen njërit nga vëllezërit apo nga motrat që kanë në familje, nga ana se si të mundet të menaxhohen apo edhe se si të mund të jenë më të qasur tek ta. Patjetër, edhe punët me ato fëmijë tjerë normal që janë duhet të punohet shumë, të përgatiten emocionalisht, se rrethi ndikon pak negativisht tek këta fëmijë, se je fakt me një shanse thotë ja keni vlla ashtu, keni vlla kështu, duhet të përgatiten edhe ato me nga ana psikologjike. Nga ana psikologjike që të jenë edhe ato më të lira. Dhe për fund, çfarë mesazhi do t'u jepje të gjithë prindërve që janë në fillim të këtij rrugtimi të veçantë si ai juaj? Të pranojnë ashtu siç jemi, të pranojnë ashtu siç na jep Zoti fëmijët, të merren shumë me fëmijët, mos mbredhin rrugëve kot, po t'i marrin fëmijët, t'i shëtisin, të kenë kujdes si në shkollë, si në shoqata të ndryshme të aktivizohen, të kenë punë 24 orë faktikisht duhet të merren me ata fëmijë që të arrijmë shumë pak sukses, se këtu është shumë rëndë. Falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të sinqertë nga ana juaj.
Faleminderit edhe juve, punë e mbarë ju qoftë edhe. Faleminderit. Tani do të ndjekim një pjesë nga terapia e fëmijëve tanë në qendër. Mirupafshim dhe miru takofshim në emisionin e radhës. Si janë? Luka t'ja jesoj sepse ka ngjyrë roz Bravo! Plasduar, ashtu. Si është? dhe ngjyrat janë ndryshe sepse ka ngjyrë të verë. Lapsi është ndryshe. Lapsi është ndryshe sepse ka ngjyrë të verë. Ashtu. Plasduar, shika, dhurat dhe makinë për donatin. Si janë? Ngjyrat janë njësoj Ashtu? sepse ka ngjyrë të verë Të lutë. Ok. dhe kubet Kubi. janë ndryshe Ashtu? sepse ka ngjyrë të kajtë. Të lutë shoku. Shumë i saktë, shumë korekt. Po dhurata Ja, po të jap një yll dhe një makinë. Shka? Po tani si i kemi? Si janë? kube Mhm. janë njësoj sepse ka ngjyrë të kaltër dhe Luka? është ndryshe sepse ka ngjyrë roz. Ua, sa bukur përgjigjesh Donat, je më i miri, çka? Unë po të jap buzëqeshjen edhe një yll tjetër për ty. Bravo! Të lutë, i shumë i mirë.